Zëvendës kryeministri dhe ministri i infrastrukturës Belinda Balluku është goditur me mas të fortë sigurie, pezullim nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Vendimi vjen pak javë pasi Balluku u mor zyrtarisht e pandehur nga SPAK në kuadër të mega hetimit për aferën e tunelit të Llogaras, një tender me vlerë afro 19 miliard lekësh, pa TVSH. Sipas burimeve, masa u konfirmua më njëherë pas dërgimit të dosjes voluminoze të hetimeve, ku SPAK dyshon për përcaktim të fituesve të tenderave publik. Në bashkëpunim me ish drejtorin e ARSH Servis Berberi, biznesmeni Walter Begaj dhe zyrtarë të tjerë në hetim. Hetimi nisi prej kontrollit në banesën e Berberit në shkurt 2024, ku oficerët e BKH sekuestruan telefona dhe pajisje elektronike. Nga analizimi i tyre, hetuesit kanë zbuluar komunikime të koduara dhe shkëmbime mes Berberit, bashkëshortes së tij dhe zyrtarëve të lartë të ministrisë, të cilat kanë ndezur alarmin e SPAK-ut. Prokuroria dyshon se skualifikimi i dy kompanive pjesëmarrëse në tender mund të jetë bërë me qëllim për të favorizuar bashkimin fitues Hill International dhe Net Group, madje pas hetimeve është zbuluar se aksionet e kompanisë Net Group janë dhëruar bashkëshortes së Begajt vetëm pak muaj më parë. SPAK e ka komunikuar Ballukut akuzën zyrtare më 31 tetor, ndërsa ajo kishte kërkuar më herët shtyrje të paraqitjes, por tashmë pas vendimit të gjykatës së posaçme, Balluku përballet me një situatë pa precedent në karrierën e saj politike.